Prezantimet mund bëhen në format ndryshme dhe sonte kemi vendos që prezantimi i radhës vi pikërisht nga prestigjatori mrekullueshëm Eduard Gjoka. Unë e Saviana kena kërkes veç mos në zhduk që ta përfundojmë natën e sotme me mënyrë e verës. Ti shkruajnë dikush tjetër? Pra do të shkruajmë sa emra? Emra të ndryshëm, ose një urim jo më shumë se 5 fjalë. Jo më shumë se 5 fjalë, një urim ose emra të ndryshëm. Kur t'i keni letrat gati, na thoni që t'i mbledhim. Urimet besoj janë gati, po? Na më shenjë se na duhet. Përzi zemër, përzi me përzi. Përzi. Merë një letër tesh, edhe ta lexojsh o ti, ose A ke shef me e lexu ti zemër? Shkodra su horon kurrë respekte. Shkodra s'ju harron kur, respekte. Plum goja. Shkodra s'ju harron kur, respekte. Oh, janë personazhet tona.
Dhe jo vetëm, me shumë dashuri ftojnë skenë 2 miq Shkodrës. Ato vinë nga Vlora dhe janë 2 mjeshtrat e mdhenj parodistat e Vlorës. Agron Hamo dhe Afrima Galliu. Mirëmëngjes. Jemi shumë të nderuar sot që ndodhemi këtu në këtë fest dhe pikërisht në këtë natë të bukur ku këta yje që i kemi këtu, këta bij dhe bija të Shkoderlocës janë nderi i qarkut të Shkodrës. Faleminderit qarkut dhe jo pa xhelozi do themi diçka sepse na vjen shumë mirë kur vim në Shkodër dhe na prisni ju kaq bukur dhe kaq mirë. Po kaq mirë se kemi ardhur nga Vlora, kilometra të tëra. Po kaq mirë na kanë pritur edhe në Amerikën e largët pikërisht këta bijët e bijat e Shkoderlocës. Faleminderit shumë. Dhe pikërisht për këtë arsye kemi një këngë të dedikuar për Shkoderlocën. Hajde. Po ku ka si ti moj Shkoderlocëja jonë, moj e bukura plot nur, vendi ku lindi futbolli dhe humori plot kultur. Po ku ka si ty moj Shkoderlocëja jonë, moj e bukura plot nur, artista që nuk do harrohen kur, që nuk do harrohen kur. Sa të mirë që jemi. Faleminderit. Faleminderit. Tani Faleminderit publikën mrekullueshmërdh. kemi një dedikim tjetër. Për kë? Ky është personal. Para 3 vjetëve Tur Matia u përgatit për të bërë një recital, të cilën do ta filmonte në televizionin shqiptar. Po ishte keq nga lekët, s'kishte. Ja. Para 3 vjetësh. Pa i fol tani me Tur Matin ti. Është deri këtu tani i mbyll. Do më thonë mbylli ato sa. Po i kanë mbyllur që të gjitha. Kështu që kemi një dedikim për të sepse na ka pritur. Ne nuk dim se themi më shumë. Jo vetëm ne, po shumë e shumë shqiptar artistë kanë qenë atje në Amerikë. Hajde Tur Matia, hopa. Artista që ka Shkodra me dhe sa të mirë që janë, këta artista që ka Shkodra me dhe sa të mirë që janë, midis tyre Tur Matia këngëtar Shkodran, aman aman, midis tyre Tur Matia këngëtar me famë. Po të kënu mes. Ka shpërblyer. Me vokalin që ka tuj si një tenor me nam, me vokalin
që ka turi si një tenor mena. Nuk lë këngë pa kënduar Evropa po Balkan. Aman aman, e nuk lë këngë pa kënduar Evropa po Balkan. Haj, haj, Artur djali, se për ty na ka marrë malli. Haj, haj, Artur djali, se për ty na ka marrë malli. E kur këndon zjerë arë prej gojës, e kur këndon zjerë arë prej gojës, vazhdon rrugën e pikëndojës, e vazhdon rrugën e pikëndojës. Haj, haj, ashik zana, çfar artisti ka banana. Haj, haj, ashik zana, çfar artisti ka banana. Kudo sallat ploti mbushi, kudo sallat ploti mbushi, thua as gjallë shyqalushi, e thua as gjallë shyqalushi. Hajt, hajt, Artur Matia, ty pasora dhe shqipëria. Hajt, hajt, Artur Matia, ty të dorë gjithë shqiptaria. Kush të shkojnë në Amerikë? Kush të shkojnë në Amerikë, të gjitha burra që janë këtu, do priteni si asnjëherë tjetër në jetën tuaj. Kaq fisnik janë. Kanë pritur dhe do të presin vazhdimisht. Faleminderit shumë. Zoti ruaj të gjithë.